pezulluat zgjedhjen, zgjedhjen në Tiranë, është e drejta juaj pa diskutim, por juve duhet t'i tregoni njerëzve se kur duhet, nëse rrezoni kërkesën, kur duhet të zhvillohen zgjedhjet në këtë qytet. Ne insistojmë shumë ke kjo pjesë, sepse ne konsiderojmë që kjo është forma e vetme racionale, logjikshme, por edhe kushtetuese për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme në Tiranë. Sigurisht që ne do zbatojmë urdhërimin tuaj, kushdo qoftë ai, por ne themi që kjo është rruga e drejtë për zgjidhjen e problemit. Dhe me kaq ju falenderoj shumë për vëmendjen që treguat për pjesën tonë të argumentave rreth kësaj çështje. Mirë, faleminderit atëherë. Po deklaroj atëherë mbylljen e shqyrtimit gjyqësor. Trupi gjykues tërhiqet për të marrë vendim. Data dhe ora e shpalljes vendimit do t'ju komunikohen sipas parashikimeve ligjore. Ju falenderoj për zhvillimin e një seance të gjatë, e cila u zhvilluar në përgjithësi brenda etikës dhe rregullave të solemnitetit të gjykimit. Ditë të mbarë, bashkim të mbarë. Mirupafshim.